seriozos, për dialogim, dhe në fakt për 2 ditë nuk ndodhi asgjë, dhe ftesa ndaj partive tjera erdhi në mënyrë shumë formale dhe sipërfaqësore vetëm gjysmë ore para nisjes seancës tjetër konstituive. Prandaj, për një proces të tillë dhe të shëndosh, janë disa rrugë. E para është që si parti që ke fituar zgjedhje dhe synon të bësh qeverinë, duhet i kesh 61 vota të paktën, sepse nëse nuk i ke për ta bërë kryetaren e kuvendit që insiston ta kesh një person, atëherë nuk i ke as për qeverinë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse zhagitet konstituimi i kuvendit, por nuk është e ndershme, mos them që është e turpshme, që komplet fati i institucionit kryesor të shtetit të mbetet i lidhur vetëm në një emër të përveçshëm. Me gjithë respektin për zonjën Axhiu, se nuk dua të cilësoj, sepse menjëherë po merr konotacion gjinor kjo çështja e diskutimeve rreth çështjeve të konstituimit të kuvendit dhe propozimit të saj. Prandaj ka një derë të tjetër, sepse janë edhe 47 deputet të tjera, aty përfshi dhe zotrin Kurti, sepse tani e kemi në cilësi të deputetit pa çka që në mënyrë jo ligjore vazhdon dhe i thot vetës kryeministër në detyrë dhe vazhdon dhe shkon punë të bëj punë të qeverisë, të cilat nuk do duhej t'i bënte sepse janë ndalon kushtetuta dhe ligji për qeverinë. Varianti i tretë do të ishte normalisht konsenzusi i një spektri më të gjerë, ku pastaj nuk flitet më vetëm për numra, po flitet për aspektet programore dhe flitet për një gamë më të gjerë, domethënë të gjithë procesit, e që nuk ka ndodhur dhe nuk besoj që do të ndodhë. Pra po thoni që ju nuk jeni të detyruar ta votoni Albulin Axhiun. Kushtetuta, jo Albulin Axhiu. Ose diko tjetër, po në këtë rast Albulin Axhiu. Deputeti ka mandatin e lirë dhe deputeti nuk mund të detyrohet të votoj për asnjë gjë, qoftë edhe nga partia e tij. Është gjë tjetër që ne kemi takime, diskutime. Përfaqësimi se nuk po dëshironi që të dilin nga ngërshi? Që po bën nuk mund të fajsohen partitë të cilat ne s'kemi sepse na cilësojnë si parti opozitare, ne s'kemi ende as rol opozitar. Ne jemi në proces të konstituimit të kuvendit, por me që primati i takon partisë që ka fituar zgjedhjet dhe ka më së shumti vota, ta propozoj kryekuvendarin apo kryekuvendare në këtë rast, kur ke mundësi dhe hapësirë që t'jesh i pari të ofrosh domethënë personin që duhet të drejtoj shtetin, institucionin e parë të shtetit, me atë mundësi dhe atë delegim të vinë edhe detyrimet, sepse nuk mund t'i detyrosh të tjerët të votojnë atë se çfarë ti do. Por, domethënë, duhet t'i kesh mundësit që ta shtyrësh përpara njeriun që ti do. Dhe nëse zotri Kurti nuk i ka 61 vota për ta shtyrë zonjën Axhiu përpara, atëherë nuk është problemi ynë, është problemi i tij. Në një tjetër variant, po përjashtoj emrat përveçshëm, nëse do të kishte diskutime për diçka tjetër ose për mundësi të tjera të komunikimit, mund krijojë një kontekst i ri komunikimit dhe dialogimi, qoftë edhe vendimarrje, por unë nuk mund të supozoj as të diktoj, sepse nuk na takon neve, sepse nuk e kemi mandatin as të tregojmë lëvizjesve të vendosjes se çfarë duhet bëj, e as thjesht të marrim sipër detyrat që nuk na takojnë në këtë rast sepse jemi partia e dytë. Prandaj mendoj që mbetet me qenë se e ka pishtarin për të ofruar personin e parë për udhëheqjen e shtetit, po ashtu e ka pishtarin edhe për të krijuar mundësi për zgjedhje dhe për vendimarrje dhe për komunikim. Pse nuk po ndodh kjo? Pse s'ka komunikim? Po tani pse nuk ka një koalicion? Atë pjesë nuk dua ta diskutoj shumë për faktin që ne kemi synuar gjatë gjithë kohës të kemi një rrugë programore që e kemi. Jo me ju, po pse s'ka një koalicion nga ana e zotit Kurti, pse s'ka një ofertë për dikë? Nuk e di. Kjo është edhe ka, por pse s'është bërë pak deri më tani? Kjo është një pyetje që duhet t'ia bëni atij edhe aktorëve televizijës dhe të vendosjes, se s'mund të analizoj se s'kam rol analisteje, por mund t'jap interpretimet mia për procesin, sepse kur t'je fitues në zgjedhje dhe ke mundësi të bësh hapat e tu, atëre kryenetësia që duhet ta bësh vetëm si do ti, i ka takuar në kohën kur ka pasur 52%. Nuk na ka pyetur për asgjë, nëse njerëzve ju kujtohet besoj, dhe nuk kemi pasur mundësi të ndikojmë as edhe në një rezolut, as edhe ndonjë amandament për një ligj të caktuar, sepse thjesht demokracia, kushtimisht ta them, ka qenë e munguar në kuvendin e Kosovës për shkak të mbivendosjes së numrave. Sot nuk është situata e njëjtë. Sot zotri Kurti ka 48 deputet dhe nuk e ka të vështirë të krijojë një kontekst me partitë që janë brenda kuvendit për të ecur përpara. Por nëse zotri Kurti pret që ne detyrohemi
të ushqejmë ato se si aje mendon kuvendin dhe proceset për shtetin, prapë po e them edhe njëherë,